edhe pak marketing më duk që kishte nga zoti Koci. Qysh marketing? Në kuptim që e kishte të planifikuar më shumë aspektin e pamjeve sesa aksionit dhe simbolikës, për shkak që kam përshtypjen që gjuha dhe mënyra që u drejtua deputetëve ishte pak një ton sikur është mbi deputetët. Pa nuk ka të drejta sharuajt ndaj deputetëve? Se sa asnjë një qytetar i thjesht. Ka të drejtë gjithsesi. Sepse flasim për dështimin e 27. Po flas në atë kuptimin, unë nuk e pash zotin Koci si qytetar, por e pash si avokat. Dhe shpesh herë jemi pa edhe njohim zotin Koci pra në studiet e ndryshme në cilësinë e avokatit, por që kam përshtypjen në këtë rast ka pas një mision tjetër, dhe misioni i tij do duhet të ishte pak më i zbutur,